e martë. Dashi, dita të jep impuls për të nisur diçka të re në familje, mos e mbaj brenda ato që të shqetëson, thuaje me maturi dhe pa akuzuar, ruaj energji për gjëra që të vërtet kanë pesh. Demi, kërkon stabilitet dhe siguri, prandaj sot miqësi duhet parë me qetësi. Me miqësinë vlerëso njerëzit që të dëgjojnë realisht, jo vetëm ato që të japin të drejtë. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Minjakët, sot komunikimi është çelësi, por duhet kujdes me tonin në komunikim. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë më shumë se çdo hamendësim. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Gaforja, një njeri i afër mund të ndikojë te mënyra se si e sheh njohje të reja. Nëse dikush të tërheq vëmendjen, afrohu natyrshëm dhe pas forcim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Luani, mos kërko vetëm duar trokitje. Në bashkëpunim vlen më shumë sinqeriteti. Në bashkëpunim fitohet më shumë qartësi, rolesh dhe më respekt të ndërsjellë. Një detaj i vogël mund të sjellë diferencë më vonë. Pyqëresha, dita favorizon organizim dhe përmirësim gradual të punës. Një koleg ose bashkëpunëtor mund të jap ndihmë, por mos e lër gjithçka në dorë të të tjerëve. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Peshorja, balanca është fjala kryesore dhe të ndihmon të shmangësh tensionin në familje. Mos e mbaj brenda ato që të shqetëson, thuaj me maturi dhe pa akuzuar. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Akrepi, sot mos e tepro me kontrollin, sepse në miqësi kërkon më shumë besim. Në miqësi vlerëso njerëzit që të dëgjojnë realisht, jo vetëm ato që të japin të drejtë. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Shigjetari, një bisedë e vogël mund të sjellë frymëzim për komunikim. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë më shumë se çdo hamendësim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Prisjapi, mos mbaj gjithçka mbi sype. Një njohje e re mund të kërkosh mbështetje. Nëse dikush të tërheq vëmendjen, afrohu natyrshëm dhe pas forcim. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Ujori, dita të nxit të eksperimentosh dhe të gjesh një zgjidhje origjinale për bashkëpunim. Në bashkëpunim fitohet më shumë qartësi rolesh dhe me respekt të ndërsjellë. Ruaj qetësinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Peshqit, intuitat e udhëheq bukur dhe të ndihmon të ndihesh në drejtim në punë. Një koleg ose bashkëpunëtor mund të ndihmojë, por mos e lër gjithçka në dorë të tjerëve. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës.